du edhe vetës, edhe shikues, edhe ty, Patjetër. me ta përkujtu definicionin e sinqeritetit. Po. Në shpeshher, kur flasim për sinqeritetin, mbetemi në atë definicionin e ngushtë që sinqeriteti është kur ne themi të vërtetën. Por dietarët e kanë dhënë një definicion i cili është shumë për mua, për mbledhës edhe i mirë dhe i dobishëm për besimtarët është kur njeriu, kur robi i Allahut e bën një vepër, të mos kërkojë dëshmitar se ka bërë atë vepër përveç Allahut. Se ne jemi krijesa të dobta dhe shpeshherë bim në ndikimin e masës, popularitetit, nëse na shet dikush. Dhe këtë e ka përmendur edhe i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam kur thotë se njeriu hyn në namaz dhe kur ta vërejnë se dikush e sheh e shikon, atëherë zbukuron namazin e tij dhe kjo llogaritet se është shirk i vogël apo ria që e bën para njerëzve të tjerë. Që domethënë se nëse tek njeriu arrihet ky nivel i vetdijes që mos me kërku dëshmitar tjetër për veprën që e ka bërë, përveç Allahut, atëherë ka arritat pikën kryesore të sinqeritetit, që domethënë faktikisht ai e bën atë vepër dhe është i vetëdijshëm se për këtë vepër i mjafton dëshmitar vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe pse Allahu ka dërguar dëshmitar tjerë, që melekët që regjistrojnë veprat tona, ndoshta ka mundësi me na pa dikush për njerëzve duke e bërë atë vepër, por në brendin ton ne nuk kemi nevojë për motivues tjetër apo për vetdije tjetër përveç vetdijes se Allahu na sheh edhe Allahu e ka regjistruar çdo gjë që ne e bëjmë. Dhe ky është ajo pikërisht sinqeriteti i cili kërkohet prej robit në raport me adhurimet, sepse ato adhurime që ne i bëjmë, nëse i bëjmë në këtë mënyrë, do të jenë të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala.